Shumica që merren non-stop me gabimet e tjerëve, veç po jam shefin vetës tutën me u përball me vetën. Ka njerëz që s'kan vepra mjaftueshme nashta hiç, po sytë e tynëv janë lup për gabimet e tjerëve, edhe i numërojnë hapat e huaj si me kon inspektor morali. Fokusi do të mu kon rregullimi vetës, e jo e pe çka buni ai, e nive çka tha ai tjetri. Si të shosh tillë që kanë vazhdueshmëri edhe kanë bu rutinë, largoho, sa s'ka kap edhe ty kjo smundje zemrës. Njeri që ka frikë Allahun, merret me gjunat e veta, e jo me i shpërndat hujat si me kon lajmi ditës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'na ka mësu mu kon gjuetar gabimesh, po mbulus i tyne. Pra, para se me fol për dikon, pyet e veten, çka bona unë sot për me u bo ma i mirë? Nëse përgjigja është kur gjo, nashta heshtja jote është ibadeti jot ma i mirë.